Të gjitha pazaret nëpërmjet korporat ose investimeve për dhurime trojesh, tokash e lejesh për kulla mbi to për kompanitë përfituese, mas ndarjes së pjesëve dhe datat e ankandeve, i bën kryeministri Edi Rama, ndërsa dokumentet i firmos drejtoresha Elira Kokona. Kështu po veprohet për sipërfaqen e trullit publik të fushës së aviacionit në Tiranë dhe dy sipërfaqe trojesh të stacioneve të policisë në Himar dhe Palas. Në buletinin e njoftimeve zyrtare të datës 3 gusht 2026, korporata e investimeve shqiptare ka njoftuar shtyrjen përsëri të ankandeve për këto sipërfaqe trojesh, të cilat kryeministri Edi Rama ka vendosur t'i japë për kulla, hotele e resorte nëpërmjet sipërmarrjes me privatët. Me njoftimin numër 334 fraksion 12 datë 31 korrik 2026, drejtoresha Elira Kokona bën të ditur shtyrjen për herë të tretë të ankandit me objekt, projektimi dhe zhvillimi nëpërmjet sipërmarrjes i objektit multifunksional tek zona ish fushës së aviacionit Tiranë, i cili ishte caktuar më 4 shtator 2026, por do të zhvillohet më 21 shtator. Nuk ka asnjë sqarim për shtyrjen disa herë të ankandit, por flitet se kompanitë private që ka paracaktuar Edi Rama nuk janë të kënaqura me 65% të sipërfaqes së ndërtimit dhe po kërkojnë 75% të sipërfaqes, ndërsa shtetit duan t'i lënë 25% të sipërfaqes së ndërtimit. Sipas vendimit, fusha e aviacionit Tiranë me sipërfaqe trulli 7940 m2 do t'i jepet privatit për të ndërtuar kulla me sipërfaqe totale ndërtimi 50000 m2. Nga kjo sipërfaqe, 32500 m2 do t'i marrë privati, ndërsa 17500 m2 do t'jenë zyra për avokatin e popullit, autoritetin e konkurrencës, komisionerin për të drejtën e informimit dhe mbrojtjes së të dhënave personale, komisionerin për mbikëqyrjen e shërbimit civil dhe komisionin e prokurimit publik. Mirëpo, shtyrja e ankandit mendohet të jetë dakordsi mes Edi Ramës dhe ndërtuesve që privati të përfitojë 75% të sipërfaqes së ndërtimit ose 5000 m2 më tepër, pazar të cilin do ta tregojë ankandi datës 21 shtator 2026 nëse nuk do të shtyhet përsëri. E njëjta skem pazari thuhet se qëndron edhe pas njoftimit numër 347 fraksion 8 datë 31 korrik 2026 të korporatës së investimeve për ankandin e dhënies me sipërmarrje të trojeve publike për projektin zhvillimi i dy strukturave akomoduese në Palas dhe Dërmi. Data e zhvillimit të ankandit ishte caktuar 10 shtator, por drejtoresha Elira Kokona, domethënë kryeministri Edi Rama, e ka shtyr për në datën 25 shtator 2026. Edhe në këtë projekt, qeveria i ka ofruar privatit 5700 m2 truall publik në Palase e Himar për të ndërtuar 54391 m2 sipërfaqe totale, nga të cilat shteti do të marrë 35% ose 19036 m2 për qendrën shëndetësore verore, policinë e shtetit, policinë kufitare dhe shërbimin zjarfikës për zonën Palas Dërmi. Por siç thuhet, privati nuk është i kënaqur me 65% të sipërfaqes së ndërtimit prej 35354 m2 dhe kërkon 75% të sipërfaqes ose 40793 m2. Të presim dhe të shohim nëse EBA bloku do t'i pranojë edhe këto dy pazare sipas sipërfaqeve që kërkojnë ndërtuesit e kullave.